Njoftim për rrethimet për Pashk në dekanatin e Prishtinës 2025. Për të dashur besimtar dhe besimtare në prag të Pashkëve, juftojmë të përgatiteni shpirtërisht përmes sakramentit të pajtimit. Në vijim ju njoftojmë oraret e rrëfimeve në dekanatin e Prishtinës, ku do t'jenë në dispozicion meshtarët e dekanatit. E hënë 7 prill në Letnicë, nga ora 17 deri në orën 18. E martë 8 prill në Bingjë, nga ora 17 deri në orën 18. E mërkur 9 prill në Stubull, nga ora 10 deri në orën 12 dhe nga ora 14 deri në orën 15. E ejte 10 prill në Janjev, nga ora 15 deri në orën 16 dhe në Ferizaj nga ora 18 deri në orën 19. E marte 15 prill në Prishtinë, nga ora 17 deri në orën 19. Në famullinë e Peshterit, rrëfimet do të mbahen gjatë 3 ditësh të Pashkëve. Famullitë e Lapushnikut dhe Mitrovicës do të kenë një orar të veçantë sipas njoftimeve të famullitarëve përkatës. E pse të rrëfehemi? Sepse në rrëfim takojmë Jezusin e mëshirshëm, atë që na mirëpret pa na gjykuar, që na ngre kur kemi rënë, që na jep hir për të rifilluar nga e para. Ky sakrament nuk është vetëm një pastrim, por një përqafim i dashurisë së Zotit, që na ngro, na pajton me vetveten dhe na bën të aftë të dua më shumë me të vërtetë. Të gjithë kemi nevojë për këtë frymë të re që vjen nga Zoti. E jani të përgatitemi me zemër të hapur për të kremtuar Pashkët me paqe dhe mëshirë të ripërtrirë. Ju dëshirojmë rrëfime të shejta dhe Pashkë të bekuara.